Brenda 8 deri në 9 muaj të ardhshëm, të gjithë inspektorët e inspektorateve në rang kombëtar do të pajisen me kamera trupi inteligjente. Lajmi u bë i ditur nga kreu inspektoriatit Dashnor Sula, i cili theksoi se kjo është nga reformat kryesore që synon rritjen e transparencës dhe luftën kundër korrupsionit në terren. Sipas tij, përdorimi i kamerave të trupit së bashku me digitalizimin e plotë të sistemit të inspektimeve do të minimizojë abuzimet, favorizimet dhe shkeljet e kryera nga ana e inspektorëve, duke garantuar proces më të drejtë dhe të kontrollueshëm. Kujdesin e veçantë të kryeministit zotit Rama pas një takimi të gjatë që kanë patur ditën e shtunë me kryeministrin në selinë e qeverisë, kemi folur gjatë për problematikat e inspektorateve, kemi arritur në përfundimin që ka ardhur momenti që për gjithë trupin e inspektimit të Republikës së Shqipërisë, të gjithë inspektorateve, nga inspektoratet qendrore dhe inspektoratet rajonale, deri tek inspektori i fundit, brenda një periudhe mendoj maksimumi që mund të jetë 8 deri në 9 muaj, po shpresojmë edhe më shpejt që të çdo inspektor i trupës inspektimit në Republikën e Shqipërisë, të gjithë inspektorateve do të pajisen me kamera trupi smart, të cilët janë të një niveli shumë të lartë dhe të integruar dhe me inteligjencën artificiale e AI, dhe që do bëjë të mundur identifikimin e problematikave që ndodhin në terren në rastet kur kemi inspektorë abuzues apo subjekte të cilët tentojnë të korruptojnë inspektor, dhe sigurisht në çast në online do të jepet informacioni në qendrën që do jetë në inspektoratin e përgjithshëm, dhe kjo do të bëjë të mundur rritjen e transparencës dhe parandalimin e korrupsionit të inspektorëve, të trupës inspektorëve të gjithë Republikën e Shqipërisë. Inspektori i përgjithshëm ka kërkuar rritje të kontrolleve dhe forcim të masave institucionale gjatë sezonit turistik, me fokus garantimin e sigurisë ushqimore, mbrojtjen e konsumatorit dhe zbatimin e standardeve ligjore. Në fokus të diskutimeve ishin kontrollet në pikat doganore, përhyrjen dhe tregtimin e kafshëve të gjalla, monitorimi i prodhimit dhe tregtimit të qumshtit dhe nën-produkteve të tij, si dhe zbatimi i standardeve të Bashkimit Evropian për kategorizimin e produkteve. Ka ndodhur që element kontrabandist, të cilët kanë bërë kontraband nëpërmjet baktive të imta apo baktive të tjera më të mëdha, dhe të cilët janë shpërndarë pastaj në përgjithë Shqipërinë. Dhe unë këtu të rreq vëmendjen për të gjithë inspektoratet, sidomos të AKUS dhe të shërbimit veterinar, të cilët shpesh herë mund të kemi dhe element të caktuar veterinarë të cilët me një vulë në xhep dhe dalin dhe vulosin këto përrurja të këtyre baktive, dhe të cilët sjellin një dëm të pakontrolluar në të gjithë Republikën e Shqipërisë për sa përket pasaj therrjes së tyre. Ti të rreq vëmendjen dhe ti motivoj dhe për ato elemente të cilët janë, do thosha, shkeljes të ligjit, nuk do ketë asnjë lloj tolerance, sidomos për subjektet të cilët janë abuzues, dhe një pikë tjetër të cilët unë shtroj me shumë forcë dhe që do ja kërkoj të gjithë inspektorëve, ka të bëjë dhe me situatën e vështirë të periudhës së verës për shkak të temperaturave të larta, problematikave të zjarreve, të zjarrvënieve të qëllimshme, dhe do duhet që të kemi një ndërveprim dhe një komunikim me të gjithë pjesët e tjera të ekzekutivit. Qytetarët dhe bizneset ftohen të raportojnë problematikat përmes platformës sigurt.gov.al dhe numrit të gjelbërt në funksion të një procesi inspektimi më transparent dhe efikas.